Donald Trump njoftoi se do të ndërhyjë për të ndaluar luftën civile në Sudan pas një kërkese të princit saudit Mohammed bin Salman. Ai tha se SBA-ja do të punojë me Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Egjiptin për të ndaluar dhunën dhe për të sjellë stabilitet në vend. Konflikti në Sudan që ka nisur në prill 2023 ka shkaktuar shumë viktima dhe krizë humanitare. Trump pranoi se Sudani nuk ishte në planet e tij më parë, por kërkesa e princit saudit ndryshoi situatën. Ai shtoi se ka nisur veprimet menjëherë pas bisedës me princin. Trump e përshkroi Sudanin si një vend me kulturë të madhe që mund të rikthehet në stabilitet përmes bashkëpunimit ndërkombëtar. Ai premtoi se SBA do të luajë një rol aktiv për arritjen e armëpushimit dhe procesit paqësor. Presidenti amerikan tha se kjo është një mundësi për të bërë diçka të madhe për Sudanin, në një kohë që organizatat ndërkombëtare paralajmërojnë për rritjen e viktimave dhe situatën e rëndë humanitare. Fokusi i SBA-s dhe aleatëve arab është gjetja e një zgjidhje politike për të shmangur përkeqësimin e situatës. Trump shtoi se çdo vonesë mund të rrisë dhunën dhe se duhet vepruar shpejt. Ai theksoi se bashkëpunimi ndërkombëtar është çelësi për të shpëtuar jetët e qytetarëve sudanez.